Si një person që keni një eksperiencë dhe një kontribut të jashtëzakonshëm në basketbollin shqiptar, çfarë do t'i thojë të rive sot? Për sportin përgjithësi dhe për basketbollin. Se në Shqipëri më duket që në gjithë botën është shumë e zhvilluar dëshira për sportet, kurse në Shqipëri ka rënë. Dhe ndoshta Shiko tash. Ne sportin e kemi bërë në kohën tonë për pasion. Për dëshirë, për pasion, etj. Sot, duke hyrë kjo pjesa e biznesit, breziri, edhe ata të fëmijët që kanë qef që nuk e shohin fare këtë punë, por luajnë, bëjnë, dhe mund të arrin diçka që nesër mund të arrin shumë më tepër, shohin pasaj rrugën e shkollës, studimit, kësaj. Janë shumë gjëra që të përballojnë jetën. Domethënë bëjnë një llogari prindit e tyre dhe pasaj ata për jetën. Pra, ju thoni që po s'pate pasion nuk do të kesh rezultat. Dhe kjo me të drejtë sepse pavarësisht në botë paguajnë, në bëjnë milionat, por kanë pasionin. Shiko, fillimisht kanë pasionin dhe nisen me një objektiv që të arri këtu, se po arrita këtu, kam edhe të ardhmen. Po, shiko, LeBron James, një nga basketbollisti më i madh sot në Amerikë, është 42 vjet. Po. Çfarë nevoje ka? Ai s'ka nevojë fare me lujt basketboll. Po, e ka pasion. Lujtja është për pasion. Po pra. Po, më them të sa të arrish ke LeBron Jamesi. Jo, e mora që është pasioni në radhë pare, e ka pasion, kurse këtu ka vdek pasioni dhe puna. Pasioni për sportin një dhe e dyta mendoj Vaso ka ndikuar shumë edhe shkatërrimi i terreneve sportive. Tashi ajo diktatura që i kishte gjitha të zezat, ka pas ca gjona që Tirana ishte e mushme me terrene sportive. Më fal. Sot luhet në salla, nuk luhet jashtë. Po. Dhe po të shofësh sot që çdo shkollë ka palestra. Çdo shkollë ka palestra. Të gjithë shkollat bile, në këto që janë bërë të reja kanë palestra jashtëzakonisht mira. Kështu që po të hysh në llogari në kohën tonë, qase ti ke qenë i vogël fare, po them finalen e Spartakiadës parë kombëtare, nga që Rashi. Çfarë viti? 59 pra. 59. E bëm ke palestra e studentit. Po, ke palestra e studentit. Studentit që ishte jashtë dimensioneve, ishte e vogël. Po. Muret direkt për plasëshet mur. S'kishte as vend për spektatorët. Kupton? Kurse sot mund mos kesh, për shembull Tirana përveç Peti Borovës dhe pallatit Aslan Rusi. Të kësaj natyre nuk ka tjetër, i duhet të tjetër, është tjetër gjë. Por salla kështu për shërbitje ka. Për shërbitje ka sa të. Se ne në atë kohë që kishim, ne luajshim në kohën tonë, luajshim ke stadiumi po studenti ke rruga Elbasanit. Ke rruga Elbasanit, po. Dhe stërvitesim ke Gjatoni, po jashtë, po në qëmyrë. Po, kanë qenë bo neshit ke... që u bëjt edhe boksi edhe basketbolli. Që ishte poshtë aty... Ke lojnat, që u bojnë lojnat më vonë. Për dhe më them, kështu që po të hysh, po t'i shofësh në tërësi, mund t'janë prish këto fushat jashtë. Po janë bo palestra mrena. Kjo që ka gjojë mirë për basketbollin.